Urime të gjithë asamblezëve që janë rizgjeru dhe falenderim për ata që përfunduan mandatin e tyre 4 vjeçar në këtë asamble. 4 vitet e bashkëpunimit me ju kanë qenë një proces i rëndësishëm pune, edhe vendimarrje dhe përgjegjësie ndaj qytetarëve të kryeqytetit. Faleminderit për gatishmërinë që edhe sot jeni këtu në këtë seancë të jashtëzakonshme në shërbim të interesit publik. Sot këtu jemi për politikë ditore, pra nuk ju kisha thonë që të merremi me politika ditore sot, por për vendime të mëdha që prekin drejt për drejt jetën e qytetarëve. Para nesh janë 2 vendime thelbësore për funksionimin normal të kryeqytetit. Kemi bartjen e mjeteve nga viti para prak me vlerë prej 28 milion eurove dhe votimin e buxhetit për vitin 2026. Në këtë situatë të ndjeshme financiare dhe institucionale, prioritet absolut janë qytetarët e kryeqytetit. Asnjë kalkulim politik nuk guxon të vihet mbi nevojat e tyre. Fondet që po i trajtojmë sot do të shfrytëzohen menjëherë për funksionalizimin e ndërmarrjeve publike, për mbrojtjen e vendeve të punës, për pagat e punëtorëve dhe për shërbimet bazike të kryeqytetit. Në të njëjtën kohë kërkoj publikisht që po ashtu edhe fondet prej 35 milion eurove, ku 25 janë të hyrave tanake dhe 10 milion janë grant qeveritar, të cilat u takojnë qytetarëve me ligj, të cilat nuk kërkojnë procedura në asamble, por vetëm vullnet për miratim nga ministri në detyrë, pra edhe ato të bëhen të mundshme për të shfrytzuar nga kryeqyteti dhe mos të zvarriten më tejshëm, pra sepse janë në dëm të qytetarëve. Edhe një herë ju falenderoj për përgjegjësinë që po e tregoni sot dhe zotohem para jush dhe para qytetarëve se do të jem i pranishëm në çdo veprim që garanton pagat e punëtorëve, funksionimin e ndërmarrjeve publike dhe shërbimet për çdo qytetar të kryeqytetit. Pra këtu nuk mbrojmë interesat partijake, këtu mbrojmë interesin e qytetit dhe qytetarëve. Faleminderit shumë. Sot jemi mbledhur në një seancë të jashtëzakonshme, jo për ndonjë plan të jashtëzakonshëm të komunës Prishtinës, por sepse ka pasur një keq menaxhim të jashtëzakonshëm. Jemi këtu sepse kryeqyteti ynë është futur në krizën më të rëndë të menaxhimit që ka përjetuar ndonjëherë. Jemi këtu sepse qyteti është bllokuar. Shërbimet kanë rënë sepse punëtorët kanë mbetur pa paga, sepse autobuset janë dalur, sepse një kryetar i papërgjithshëm e ka çuar administrimin komunal në nivelin 0. Vetë fakti që jemi sot këtu është dëshmi e marrëzisë politike dhe ligjore të përparim Ramës. Për muaj të tërë, Kaçar e ka uluritur nëpër studio televizive duke akuzuar qeverinë për bllokim të hyrave vetanake. Dhe vetëm kur punëtorët e trafikut urban dolën në rrugë, kur autobusët ndaluan qarkullimin, kur qyteti u bllokua, atëherë befasisht e kuptoj se bartja e mjeteve nuk bëhet në studio televizive, por bëhet këtu në kuvendin komunal. Kjo seancë ka mundur të thirrej para 1 muaji, para 2 muajve, para zgjedhjeve, para krizës, por nuk u thirr sepse kriza i duhet përparimit dhe LDK-s. Sepse viktimizimi është strategjia vetme politike që i kishte mbetur. E përdori këtë strategji gjatë fushatës për zgjedhje lokale. E tash bashkë me shefin e vet, provoj ta përdor edhe në fushatë për zgjedhje nacionale. Për hir të korrektsisë, duhet pranuar faktin se viktimizimi si strategji ka traditë në këtë parti. Ta shtrohet pyetja pse jemi këtu. Pikë së pari sepse kemi një kryetar të dështuar që nuk arriti me kohë ta miratoj buxhetin e qytetit. Më falni, këto janë fjalë të një nënkryetarit LDK-s për komunën e Xhilanit. Tash LDK-ja duhet më u koncentru. Aty ku smiratohet buxheti, a ka faj kryetari apo ka faj opozita, se s'mujna me 2 standarde me gjyku. Përparimi humbi afatet për miratim të buxhetit. E kur humbin afatet dhe kur buxheti i shtetit tashmë është miratuar, ligji thot se komuna funksionon me 1/12 e buxhetit para prak. Alokimi i mjeteve çdo muaj, sipas shifrave të buxhetit vitit para prak. Megjithatë, me 19 nëntor kishte një zhvillim.
u ftua një seancë jashtëzakonshme Kuvendit të Kosovës, ku njëra nga pikat e rendit ditës ishte miratimi i buxhetit Prishtinës. Miratimi i buxhetit Prishtinës në Kuvendin e Republikës do të nënkuptonte hapjen e rrugës për alokim të gjitha mjeteve të parapara për buxhetin e Prishtinës për vitin 2025. Pra do të nënkuptonte evitim të krizës financiare për Prishtinën. Fatkeqësisht seanca nuk u mbajt sepse deputetët e LDK-s, të PDK-s, të AK-s, Nismës dhe të listës sërbe nuk morën pjesë në seancë. Nuk u mundsua kuorumi, nuk u votua buxheti i Prishtinës. Më vonë, gjatë një prononcimi mediatik nga presidentja e vendit, kuptuam se edhe ajo kishte kërkuar nga gjitha subjektet politike që të i votojnë disa pika të rëndësishme, ku ishte edhe buxheti i Prishtinës, para se të shpërndahej kuvendi. Dhe siç e tha vetë presidentja, vetëm kryeministri dhe lëvizja vetë vendosje shpreh gatishmëri për këtë çështje. Dhe në fund të kësaj, kryeministri ka hequr dorë nga kërkesa për votim të buxhetit të shtetit me vetmin qëllim që të votohet buxheti për Prishtinën. Megjithatë, subjekte tjera nuk patën vullnet ta votojnë buxhetin e Prishtinës. Është e qartë se fajtori pse u vonua votimi i buxhetit Prishtinës është përparim Rama, e pse nuk u bë kjo me 19 nëntor është Lidhja Demokratike e Kosovës dhe subjekte tjera politike. Dhe çfarë bën përparim Rama përballë këtij dështimi kolosal? Shpik miq imagjinor, shpik bllokada që s'ekzistojnë, fabrikon kauza të rrejshme e shpërndan narracione të sajuara. Akuzon qeverin, ministra, opozitën, aktivist, KD, veç vetën jo, veç LDK-n jo. U tha qytetarëve se qeveria ja ka bllokuar mjetet. Gënjeshtër. Afër 90 milion euro janë alokuar komunës gjatë këtij viti nga qeveria. Vetëm në nëntor 2 alokime. Njëra prej të cilëve për muajin dhjetor e parakoshme, kjo me kërkesë të komunës Prishtinës. Për çfarë bllokade po flet përparim? Çerdhet e fëmijëve i ke lënë pa rrym, jo se nuk e pasur para, por sepse ato para i ke përdorur për pagesa tjera, për njerëzit e tu, për rrethet tua, për pazaret tua. Çerdhja Yllka, të cilës para disa ditëve ju ndërprej rryma, siç e pa në media, pagesën e fundit të energjisë elektrike ka bërë në dhjetor të vitit 2024, para një viti. Paret janë alokuar çdo muaj, po ku i ka qenë ato pare, do të më vetë përparimin. Për 4 vite mandatit fundit për të tjera më herët, kur asnjëherë s'u marrë në kuvend komunal me një fjalë dhe për ditë. Ku marrë i më thonë gjë me ashtu që komentuar që mas mirëti, që janë drejt edhe që janë mirë për qytetarët. Pa marrë parasysh nëse propozimi ka ardhur prej subjektit që ne komprovacu në rrugën e cilës ju nxjerr, apo dikujt tjetër. Nëse diçka është i botam që ti shteti dhe qytetarët njerëz është hipokrizia. Bëj diçka tjetër, e thon diçka tjetër. Nuk e di atë nga mundon e herë për me ndryshu këtë qasje politike, po si duket jo. Nëse domi mikrofon ka qenë 15 euro, domi në kalimin e këmbimit pronave ka qenë 50 milion euro, i nderuar kolegë. E çfarë domi të shkaktu ti? Tu bo pazare e takimet fsheta pas me ardhur në asamble. Tinza edhe grupit cilët i prim. Tinza edhe subjektin ndashta cilët i ta. Që ajo është domi për cilën do me folje. E pas më të është në mikrofonit. E ka zonë kulturën tonë, edukatën tonë, që në mene që se ki. Pa e diçka tjetër, ato merë familja jo në dy. Prishtina që ka botë damë. 4 vjetë në Prishtinë, po. 4 vjetë kryetarit Roma, s'janë të mira. Ka plët ngecje, ka plët çështje të cilat i kisha punë ndryshe, mendoj që u dashmë punë ndryshe. Plët çështje të cilat s'u dashmë ndodh, plët tjetër që u dashmë ndodh. Prishtina është keq, për shumë çdo ditë. Sa më vjen me armë këty, shkak se jam çdo ditë në Prishtinë, është veç më keq. Dikur në kohë fshate, bëhej diçka në Kosovë. Edhe ne ambasador amerikan pa deklaruar një herë, Kosova mirë çdo 6 muaj më maj zgjedhë se tek sa të punohet diçka. Tash u kthye edhe kundër, edhe në kohë fshate na të bëhet më keq. Kim bllokada, kim protesta, kim gjithçka tjetër përveç se diçka të mirë në shërbim çatyre të cilët na paguajnë, na kanë zgjedhë, edhe na dëgjojnë çdo ditë të folë ku dhe që jemi. Kështu që kjo hipokrizia që o shkoj bëjt dila me Raman Haradin për mja kalu 50 hektarë, mja 50 milion euro, mja kalu korona,
të vjen këtu edhe shitës, që shohim për interesin e qytetarit që kemë bën me vijell. Ti se person më bën me vijell për ta di historinë, edhe vjen shitësh në moralin politik që ka pas vendosur dikur. Ose të paktën e ka si subjekt alok, po në Prishtinë jo më. Për 4 vjet ja keni buar gatin PDK-s për me pruvu Rani Ismailin në balotazh. Ju dështoj. Ju më para nuk ju dështon se s'funksionon ai punë. Mi po e keni arritur që është hallalli go. Pe subjektet parë keni bërë tretë. Vendosin Prishtinë s'ka qenë asnjëherë subjekt i tretë. Përveç se këto zgjedhje. Gëzim kur ta mundson atë vetën e pamshme që nëse vazhdoni kështu vendosin Prishtinë keni me pedin diçka, atëherë duli vërtet, atëherë do ka ilare. Do të thonë ja është disa çfarë mira mendoj. Marrëveshjet e fshehta, marrëveshjet e pesta, loja në dytë, loja prapa shpinës, loja e tinza, s'funksionon. Nëse ka qytetar e Kosovës meritojnë diçka, është vota. Nuk ka votues më të mëshëm. Nuk ka votues më të korrekt e më përgjegjës sferës se sa votuesi i Kosovës. Dhe përshtoj Allah dorë që ti popull. Njëherë kryeministri të dy që është Alosot dhe kryetari i vendosë pa thonë fjalë shumë mirë për një humbje që kemi pas Ferizaj në garën për kryetar, garën e jashtëzakonshme. Ka thonë mos u lidh ndani. Populli stofaj, se kemi humbë na është fajë jo i popullit. Kështu që populli gjithmonë me zgjedh ato çka duhet. Populli ka pasur për barimora më vëllai me vazhdu. Me kreç ato ngjesë, me kreç ato dështime, me kreç ato blokade, me kreç ato dallavere që po thotë kreç radion e çka nuk kon. Basa janë në vërtetë, pa ta ka thonë çdo. E neve si qytetar, në këtë rast edhe sot si asamblesë, ta bëjmë me po maksimumin që kemi me funksionu. Ne në grupin që zotu për korektësi edhe për përkrahje kudo që e shohim si interes që meriton. E më mendoj që pastrimi i qytetit është interes për krejt. E mbrana grupit tonë nuk fol e u thonë që hajde të bllokojnë pastrimin, që të bëhet përdor Prishtina e që këtu të mundë për parim Roma. Por në zbona pjesa sojna. Që është poshtë, është ujë. Se që të rritën fëmijë të Kosovës, në qëtë përllok që na kanë mbyllu. E tani shku në status e emrit po dalin me, se na e kemi shkaktu, bashkë me këta tjerë. Që keq pastrimin, që keq menaxhojnë pastrimin, që bllokojnë komunën, që komuna s'dhen në gjëzi dhe kështu me radhë. Kështu që mos u nxjerrin për përgjegjësi, se s'muni mu la. Kjo çato harmoni mu la jo ja ka kallzu qytetari. Herani të parën tretë, kështu që me çash kry. Votojmë tash. Votojmë tash. Votojmë parë. Resus. Faleminderit.